Gjysmë milioni euro mjete të gatshme janë konfiskuar nga ana e sektorit për kontroll dhe hetime përmes departamentit për punë operative në dogana, siç njoftoi drejtori i doganave Boban Nikolovski. Mjetet u konfiskuan në pikën kufitare në Tabanoc, në hyrje të Maqedonisë së Veriut dhe të njëjtat ishin fshehur në një bunker special të krijuar brenda një minibusi që rezulton të jetë në pronësi të një agjencie turistike nga Republika e Shqipërisë. Drejtori njoftoi se kjo është shumë më e madhe që është konfiskuar ndonjëherë nga doganat e vendit dhe se gjatë kontrolleve të kryera në minibus veç shoferit kishte edhe 7 pasagjerë të tjerë. I pyetur nga televizioni Shenja, Nikolovski tha se mjetet janë konfiskuar nga një aksion i rastësishëm dhe jo i koordinuar me ndonjë institucion ndërkombëtar ose rajonal dhe se për të njëjtin aksion nuk ka pasur informacione paraprake. Mobilniот tim, koji posedува ogromno iskustvo. Ekipi mobili përfshirë në aksion ka vërejtur modifikimet e bëra në automjet, me shka kanë kërkuar që i njëjti të kontrollohet nga qeni kufitar, i cili zbuloi indikacione për kontraband. Dyshimet u konfirmuan me skanimin e automjetit nga shërbimi i skanimit mobil, pas të cilës inspektorët vazhduan me heqjen e profilit, me të cilin gjetën 14 qese në të cilat ishin fshehur 500.000 euro. Nikolovski gjithashtu njoftoi se mjeti me të cilin po transportoheshin mjetet është konfiskuar dhe se drejtuesi i të njëjtit me nënshtetësi shqiptare është arrestuar. Zyrtarët që kanë zbuluar kontrabandën do të shpërblehen në përputhje me ligjin në fuqi, njoftoi drejtori. Tha se mjetet e konfiskuara do t'i dorëzohen Bankës Popullore dhe më pastaj do të futen në buxhetin shtetëror. I da bila destinacija krajna Makedonia. Edhe nëse ishte ose nuk ishte destinacioni final Maqedonia, këto mjete kanë përfunduar në buxhetin e Maqedonisë së Veriut, gjysmë milioni euro, kështu që këto janë rrugë të reja, spitale të reja, shkolla të reja, vendin ku janë fshehur mjetet nuk do ta zbulojmë se pastaj të tjerët nuk do të provojnë t'i fshejnë në vendin e njëjtë, mendoj se video flet mjaftueshëm për ata të cilët me vëmendje do ta ndjekin, ndoshta edhe më shumë se ajo që ne duhet të zbulojmë. Nikolovski shtoi se institucionet vendore janë në komunikim të vazhdueshëm me institucionet shqiptare për procedurën e mëtejme. Ai foli edhe për aksionet të tjera doganore të realizuara brenda këtyre ditëve, ku mes tjerash u kap edhe një shufër e pastër ari, e fshehur nga ana e një pasagjeri e rënd afërsisht 850 gram.